Kohëve të fundit, shumë qytetarë kanë vënë re një rritje të ndjeshme të çmimeve, si tek ushqimet ashtu dhe tek shërbimet bazë. Krahas pagave që shpesh mbeten të pandryshuara, kjo situatë po e vështirëson gjithnjë më shumë përballlimin e shpenzimeve të përditshme. Inflacioni ka prekur veçanërisht familjet me të ardhurat të ulta, të cilat ndihen të ngarkuara financiarisht. Çmimet e produkteve të domosdoshme janë rritur në mënyrë të vazhdueshme, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë e jetës. Shumë njerëz po detyrohen të bëjnë kufizime për të përballuar muajin. Tani le t'i ndjekim shqetësimet kryesore të qytetarëve. A arrin të ardhurat mujore të mbulojnë të gjitha shpenzimet kryesore të muajit? Valla, me të thënë të vërtetën, jo. Varet është dhe prej familjes, kush i punon në familje, nëse janë dy rroga, dy të ardhme, ai mundet dishesi me kalu e me gjetë, por vështirë, shumë vështirë është. A e ndjeni se situata ekonomike ka ndryshuar krahasuar me 5 vite më parë? Po ka ndryshuar, normalisht që ka ndryshuar, shumë ma vështirë, të që janë popullit të stresuar, kanë probleme, apo vinë turistët, as po vinë, si që e shifni, Monstati ka treguar para 2 ditësh që në krejt malin e zi në Ulqinë, normalisht ka shumë ma pak mysafir, se sa ka pas gati 20% ma pak mysafir, e ta shti ky qytet jeton prej turistave, kështu që shumë vështirë. Pres një sezon shumë të vështirë. A e ndjeni edhe rritjen e faturës së uajit në buxhetin tuaj mujor? Po të shti, madhe nuk jena të i kontrollu faturat. Faturat të shti vinë, dikush i pagen, dikush nuk i pagen, kështu që ata veç për çdo ditë, mashtet, çdo gjë. Del hynë pazar aty shef, shtenci, për çdo ditë, një çmim për 3 ditë ndryshon. Do të thotë që krejt këto rrogat që i ka dhënë ky ministri, që i ka rrit rrogat, as kur gja nuk dalin për një mbjetu një familje. Dhe më thanë, shumë vështirë, shumë e pres një kohë të vështirë, e cila sidomos për të pensionistat e për të që janë të pa mujtun me punu ma, shumë vështirë e pres. Përderisa me mbjetu është të vështirë, mendoni që edhe kursimet sot nuk mund të ndodhen me këto kushte ekonomike? Ma çfarë kursime nuk ka ma kursime si dikur. Kursimet janë te i kaluar, kursimet janë koha e kaluar. Tash me zi njerëzit mbjetojnë, e jo me ba kursime. Për çka me ba kursime? Vetëm ata që janë të lidhur me shtet, edhe marrin diçka në mënyrë të zezë, se kursime nuk ka ma. Plate ovde nisu dovoljne za trošak stanovništva u ovome. Drugo je plate koje dolaze sa strane, kao što sam ja. Ja primam penziju iz Amerike. Za mene nije skupo. Za stanovnike, tako mi Boga, preskupo. Slušaj, ne mogu da izrazim neke riječi koje ekonomija ne valja ni prije ni sad. Sad je samo hvala. Ja ono, u stvari ništa se ne radi. Përshëndetje, a arrin të ardhurat mujore me i mbulu të gjitha shpenzimet kryesore të muajit? Jo zemër, nuk ka shanse me mbulu. Punojmë shumë edhe del pak. Shumë pak, se unë i të kam punu. Kam arrit me gati shpia me këtë trek, të është 2 vjetë, vetëm me shqeqaj ku është gabimi. Çfarë gabimit jam të bo që ndel. A e ndjeni se situata ekonomike ka ndryshuar sot edhe 5 vite më parë? Pas pa jam aq sitit ka ndryshuar shumë, se janë shumë gjanat shtrejt. Dikush që ka rrugën e madhe, disi e përballan. Për me arrit diçka, vallahin janë shumë beruca. Ja qartet automobilit guma, ja qartet mashinat teshash, ja frishederi, në zishtir, mi e përballu. Megjithse ishtë pundori shtrejt, dikush ka rrugën e mirë, dikush ma të ullë, në që jena me pence, vaj halli. A prep mi falenderuat që na i ka rrit. Mi falenderu, pa prep si në të knaqën se zdani që në shtrejt gjona. A e ndjeni edhe rritin e faturës suaj në buxhetin tuaj? Ujin? Pa kanë bo fatal ujin që nuk shterë kur, e kanë që vesh si mi zënë poplin në ngosht. Pa ke gjo pa uj, si shkanë si uj, si thujnë. E ujin e kanë bo shtrejt, që zatë kjo e halin. Në mu më danë uj shtrejt, si dhe që tjetë shtrejt, një gjo që nuk maran kur. Nuk është që pa banash me dirës.
Ta kanë hekë zi njëherë, ali tash nuk marran kohë. Gjenat poplin me gjobit, a konë gjobë. Edhe bile i mungan, djali tem nuk ishkan kodra hëq. Pagun ata sme që si paguin, edhe uj me cisten banë. A keni përdor ujin e kronit apo keni bler ujin? Ja, ujin e blen djali jem, se si shkan. E blen me cistena jetan. Ish pazari atje të cungu, ish bo me shit tesha, ja me shit gjana tregu. Atje bin për Shqipnia, i napin ma lirë, edhe nena mesim të shiku, në të vendit vetë, shikojmë ata punojnë. Shkurt muhabeti. A arrin të ardhurat mujore me imbulu të gjitha shpenzimet e muajit? As 10 ditë s'na sërrinj. 10 ditë. A e ndjeni se situata ekonomike ka ndryshu me krahasu me atë si ka qenë para 5 vite? Une para 5 vite dhe kam pas pension 380. Tash mi shba 452 euro. Ty në tjerve si e kam pas ka 140, ishba 450. E mu mi shba e kam punu 30 vjet. Jem ba operacion, edhe me se kam dalë pension, me pensje atëser kam mund me etu. Ere me stansa, tash nuk ka as musafir, ma pak, ere pensje e do shka do me ble, i ke dupje, tana gjanë dupje. I ka mytë, urqini ishti mytër, fare. Ere në kjo se e marrë njëre plazhër i madhe, ma mirë mi mytë. Ere ne ishere me na qitë, ma mirë me na qitë fare, pi urqinit, se s'jene për kusha. A e ndjeni edhe rritjen e fakturës të ujit në ekonominë? Që se ndinë mujti, që shku s'ka gjasi si telefonet, strujën, ujin, tane gjana, pa musë mu gjysa platës, mu gjysa pensja shkel gjati. Gjysma e pensionit do me thonë vetëm në... Do të me jetu unë e gruja. Unë s'mund me jetu, do të me hangur pëshesh me kasë. Pëshesh me kasë, vo, gjara njështu mi majtë vedin. A mundet me u kursy diçka ditët e sotme? Unë s'di që me thanë. Unë e kam erë një shpi në 2 apartmana, pas vinë 40, ata vinë, nuk shkoj me dënu ata si ka një shtaje gjana prallave, të vinë ku janë 2 apartmana të vëcës me zi një të lkala. Që ishtë? Vjen mirë që keni gjetë kohën. Falinderit ju shumë, se s'keni faju, alija të gjeveria. Ere, ujnë kalas kena, uj që se më thëmë, ujnë kalas kena, tash 20 vjet e kajnë thanë kur kajnë më ardhë këta politiqert. Pi Sahara kena mi pru, ka thanë ere mi pru tu. Nësë kena uj mu lambre, nësë kena uj me pi. Uj jonë ishtë zi këtëm. Unë, a zënë besti se unë uj nuk kam mu la mu shpla verës. Ka 5 dit, ka 6 dit verës nuk ka uj. Kalaja e ka lanë ma, kishim i apelu opshtinës, atë slikën si e kajnë skupshtinë, si e kajnë kalan, le të hekin fare, mëste lanje të me shiku kalan, e për kala kur gja as rrugat, as të misliku, as kur gja si shka. Për turizë, Ulqini është qytet që rënë për turizmit. Për turizmi, e në kanë pru Kosovartë. Këtë ditë, në turizm, për Gjermanëve, këna pas 5.000 Gjermanë. E sot se ke 50 Gjermanë. E sot nuk ke 50. Pra dhe se ka ranë turizmi, shkollin e për restorana, në për hotela, në për tanë, janë pa uniforma, pa librën e shërbimit, ona kam shkru. Edhe kam danë për restorana, pa kush e ka lezu, promovimin e librit e lasa kam ba, me nëj, a pa bajnë, as pa bajnë, kuj me a ba. Nuk janë, tanë thojnë dinjë, me dojnë se dinjë. Ma la nuk dinjë, shërbimi ishë një dekë,
që do të me ditë çdo intelektualat. Si me hangër, si me pi, si me pri, si me përcjell, si me ja pagurë qëllisit tanë, do të me ditë. Edhe tanë dim, kanë ba hotela, kush kanë ba me heri qërtë. Sot ka ba në lëqitë gjithse kush hotel, kush ka para ka ba hotelin. Kanë apë 1 milion euro, e sa ka legalizu libra shumë, në mëre, lecoje. Ja di, hajtik. A libra më ka kushtu 12 euro. Që e kam ba, e tash kushten 30. Por s'kena se kena kuptu një gja se shërbimi është në shkollë, nuk ka për kamajer, s'ka për kuzhiner. Una Austria, ambasada Austrisë e ka ba kabinetin në shkollë gimnas. Ai kabinet sa të ishte mëllun. E sa ta nuk kena kuzhiner as kamajer. Mare me rrugë, se dini që se kush me shërby edhe me ba gjellë, me kushinën. Kene tre turizmi na. E na nuk turizmi s'ka esë për para, na këna qenë për budve, këna qenë marka. Këna qenë uqinat, kanë utheq me budve. Kanë utheq. Miškovići, Safet Ivanovići, Đoko Popovići, kad utheq me budve. E sad budve ishtë najna për budve 0. Sa i përket ekonomisë, a mendoni që sot mundët me u kalu muaji vetëm me një rokë, vetëm se një antar i familjes punon? Ekonomia ka arë shumë poshtë edhe ekonomia. Pse? I shba 1 kg speca pas 4 euro, 1 kg qep 5 euro, shkën pazar. Qdo gja i shqu, pse ka të darë i zda punu. Ka lanë tokët, ka më dhe si shma ka laj, ka ma shpin, me dhe më rrupe turizmit. Gja ma letë. Kam qenë prej Ulqinit, deri në Toledo, tar Italinë, Francën, Shpanjen, një plam tokë se kam qenë pa punu. E shkoni tesh, deri në Shkodër, tanë tokët janë pa punu. Jam ja marrë pashat, për du të mja marrë dhe tokët. S'ta me punu tokën, pa merje tokën. Ne pja kushte i punu. S'ke bakti me dash për betesh mishvicit, mish mirë, s'ka. Kërkush nuk e ka ba, s'ka për bakti, as nuk e ka ba vinograda, për lulle, për mashtovana me bujqësi, që ashtë shparë kërkush smerët. E ne kena tanë kushte për bujqësi. Por stojme punu, zotin afalt. Pre komunaleve, ma i shtimt ishtë uji. Ishba uji si rryma. Pse ishba ashtu? Pse në sipërmarrje komunales kanë marrë punëtor që rrinë marrë rrogët edhe kata si këtë s'punojnë. Edhe e uji spijet. Uji shohat. Lomi nuk është trim. Që tesh e kanë pagu lomin, lomi ishtë normal. Lomi e ka halal. E uji ishba shumë shtrimt. Ka ardhë uji si rryma. Për ardhje se ka prej kraje, prej Ftjanit. E për dhe deshte më thane edhe tanëve juve, gjithse kush ka arë për Vladimiri, dikush për kraje, dikush për Ftan, mirë se qofshin të ardhën. Mirë se qofshin të ardhën. Por duhet më sjell si e lëp koha. Jo të posilën s'ka ma mirë s'ka si lipet. Si e lëp koha.